Pra baton si që kuptojmë, Mbarset Mali në këtë rast, Mbarset Mali dhe Pjell 1000. Po mbriti deri këtu, se mund mbyllet fare. Kinez në këtë rast. Mbarset Kinezi, është i madh varë, Kinezi është i madh, vendi i madh. Ajo është i vonë. Mbarset Kinezi dhe Pjell 1000 është, po Kinezi t'ja dhanë ka sekta. Bankës i gufare, mori gjërat e parat vetë dhe t'i. Tani, duket sikur si e vlerëson punën tani Spakut për këtë çështje? Duket si ka një përpjekje për ta shfryrë aferën. Unë nuk kam hyrë të çështjet financiare, për arsye se kam pas vetëm interes se si është e mundur që një kompani për 20 e sa vite të funksionojë në mënyrën e tillë dhe mos ketë pasoja dhe edhe për faktin që shteti nuk ka marrë, ose ka marrë shumë pak nga po themi puna dhe fitimet e bankersit. Simbolikisht po them, nuk e di, a dini se ku në fillim i ka pas bankersi zyrët. Bankers ose kompanitë si bankers do ta kenë, ku do në botë e kanë simboliken e zyreve, me gjama në qendër qytetit, diçka madhështore, edhe diçka që realisht i japin një simbolik të prezencës e naftës dhe produkteve të saj. Shqipëria është i vetmi vend që e ka bankersin, që e ka dikur në zyret në periferi të Tiranës. Dhe të vetmit janë që kanë ikur në periferi të Tiranës për ta mshirë. Tu i kanë? Ku? Në qeveri kanë qenë zyrat. Mirë. 23 vjetë. Unë nuk po thom atë pjesën, nuk di unë atë për gjithë. Dhe... Ja, doli dhe loni këtu dhe Kinezi. Dhe, po mundohem... Po. Zyrat qendrore i kanë firë ata. Jo, i kanë edhe në periferi të Tiranës. Edhe në periferi të Tiranës, po, pra aty ju duhen zyrat. Po, i kanë edhe në periferi. Edhe të mos duken, edhe të mos... Tash, logjika është të gabimet politike, nuk është as të Kinez, as të aty. Dhe gabimet politike... Kus janë gabime këto? Këto janë rëmbime, grabitje politike. Unë kur flasë për gabimet, pastaj epitetet edhe nivelin e gabimeve i vendosin ekspertet. E dyta që është problem, që prokuroria dhe gjykatat nuk kanë ekspert të këtyre fushave, dhe jo vetë të këtyre fushave, nuk kanë ekspert për çështjet të cilat janë, për shembull për digitalizimin, për bankers ose për naftën, edhe për këto gjëra, nuk kanë ekspert për detektimin e krimit. Kanë, siç po thonë, këto gjërat të vogla, për evazion fiskal apo gjë tjetër, por për gjërat e mëdha që përcaktojnë dëmin e madh për shtetin dhe për qytetarët nuk kanë. Prandaj, unë e di tash 2 vitet e fundit ka pas një tentativë që vetë qeveria ose Ministria e Infrastrukturës ta dërgoj lëndën në prokurori. Por pastaj, se sa ka pas fuqi që ta bëj këtë, unë nuk e kam ndjekur, por bankersin e ka marrë si njollën më të madhe që Shqipëria ka për 23 vitesh. Dhe deri me tash nuk e ka gjetë asnjëherë se ku është Chelsea. Në fakt, kjo është nga njollat më të mëdha në historinë e shtetit shqiptar. Dhe kur nuk e di se pse është lënë kështu, edhe pse unë e di që këtu janë investime shumë të vështira, se i bën kompanitë e mëdha, se shteti nuk mund t'i bëj, dhe shteti është vetëm ndërmjetësuesi këtyre gjërave, por ajo që është më kryesore, që ambienti ku duhet kujdesen këto kompani, në Fier është shkatruar plotësisht, dhe kur gjus është ky evazion fiskal që do vije, sa është dëmët që i kanë bërë ambientit në Fier. Unë po mundohem pak aq sa thashë nuk jam familjar shumë me cifrat, sa jam me procesin. Veç desha me të thanë se po, bankers e ka selin në Tiranë, sa po më thanë, dhe kurse punët i kanë atje, dhe është në periferi. Dhe e di që Ministria, që ju thash ma herët se Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë e ka pas një proces në arbitrazh me bankers, dhe ai arbitrazh është fituar. Dhe problemet e bankers kryesisht tash janë të lidhura me doganet dhe tatimet, dhe aty
prokuria ka qetë evazion fiskal dhe aty është problemi. Për në gjërat tjera, janë dy proceset tash. Në qenë se arbitrazhi është, ka qenë për karbura dhe arbitrazh është fituar, me sa di une, bankers kanë filluar dhe kinezët kanë filluar t'i paguajnë ato që është fituar në arbitrazh. Nuk kam informacion se sa është shumë e fituar në arbitrazh me... Rreth 110 milion dollar është Nuk e shumë di. fituar, ku 70 milion Nuk e di. dollar janë argëtuar që në 2015 dhe... Unë bëdham për procesin. Ka qenë një raport auditi viti 2015 ja KBN-s dhe tatimeve që... Në rregull. E di që në proces... Unë thash... Për ta sqaruar me qënë se e prekëm se... Jo, a bën vetëm diçka, kur ta thonë procesin ti sqarojës shifrat se unë nuk jam familjar me shifrat dhe nuk i di. Pra aty se s'jam marrë asnjëherë. Nga kjo nga debati ju bet kuptohet që ata kanë bërë një pagesë qeverisake në qeverisë, shumë turp. Ja, us nuk e di as sa shumë, e di që ka qenë një proces në arbitrazh, dhe ai arbitrazh ka përfunduar dhe Ministria e Infrastrukturës e ka fituar këtë arbitrazh. Ajo që shkak të denoncimit të kinezëve është fituar, e tham pak më parë. Jo për shkak të zotësisë së Ministrisë së Infrastrukturës. Nuk e di, prapë po them, ky proces ka ndodhur në arbitrazh. Pjesa e dytë që është tash, është pjesa ku diskutohet për largimin e kinezëve nga deri në vitin 2028-2029 dhe është në proces të bisedimeve largimi tyre. Dhe unë besoj se pastaj, si zakonisht ndodh, nuk e di mas kush vjen dhe nuk e di as si është gjendja, qofte e ambientit, Qofte ose mjedisit, si thuhet, qoftë edhe gjendja mrenda bankersit. Unë thash, nuk jam marrë me këto, nuk kam një uri për me qenë si jam në studio, për mos me qenë i heshtur, po mundohem të flasë për procesin. Ndërkohë... Ylli, di cila është të themi, më cinikja në gjithë histori, sepse kemi Alpetrolin që ka klauzola, sepse është entiteti që ka lidhur kontratën me Bankers Petroleum, ke AKBN, ka Agjenci Kombëtare të Burimeve Natyrore që është monitoruesi, ke ishtin që është inspektoriati i shtetëror teknik që shkon për inspektime dhe për të parë mënyrën se si janë shpuar puzet e naftës kur derdhet nafta, kemi inspektoriate mjedisi, pra kemi vetëm inspektoriate dhe paga që paguajmë që ne të na mbrojnë nga abuzimet e kompanive që marrin të drejta të nëntokës së shqiptarëve dhe kemi zero rezultate, sot nuk dim se çfarë është aty. Domethënë kjo është më cinike. Po kush janë ekspertët? Ku kemi na fakultet për këto gjëra ose ekspert për këto gjëra? Nuk është çështje eksperte, besoj se është vullneti politik. Çështje vullneti. Ka vullneti. Ne kemi Ne kemi ekspert plot. Ekspertët vetëm kanë qenë kohës e Enver Hoxhës. Po ata janë akoma. Baton janë akoma. Baton dalin politikanë që kanë vjedhur. Sa aty bëhet fjalë për minimalisht 100 milionë euro në vit aty fitimi. Shiko, Baton për të kuptuar se sa e madh është Bankersi. Ministria më e madhe sot në Shqipëri tenderon diku tek rreth, ka qenë Ministria e Infrastrukturës, mos gaboj vitin që shkoi, me 550 milionë euro tendera.